Përshëndetje miq, sot të përgatisim tavë me patate e peshk në furrë. Ti e bleva peshk, koc, me 13 euro kile, dhe këto patate ti mora me 88 centesimi. Sot u qova në mëngjes tash, po përgatisim tavë me peshk, dhe pasaj do vazhdojmë me salcën. Kam ble 3 arka me domate, edhe tash do përgatisim pak salcë me bashkëshortin tim, të ndihmoj pak ai. Një po kam marru ka pak të shisheve, kështu që nuk bëhet gjë. Mund të laj një arke ta bëj gati për nesër. Nuk isha për plan që ta regjistroj këtë video, por më thonë fëmijët ama qa po bën, thash, po pse nuk e regjistron? Thash una, duhet punë, duhet stolisësh tavolinën, të ndash ingredientët. Një po thash, pasaj mendova, mire kanë fëmijët, thash unë çfarë duhet stolisë, thjesht fare patate në qese, i grim, i hedhim në ujë. Edhe thash po regjistroj, ndofta mase duhet edhe kjo recet, këto janë ato recetat të thjeshta që bëjnë diferencën dhe na shpëtojnë nga një vakt. Pastrojmë patatet, edhe i hedhim në ujë, i presim me feta, unë patatet i preva me feta, ma mund t'i presim sipas dëshirës. Kështu që kam goxha punë sot, për punën e salcës, thash po pus tavën e peshkut në furrë dhe do dal pak me bashkëshortin tim të blej një çik tapat e shisheve dhe do vazhdojmë programin ton sot. Patatet i presim me feta, ja kështu. Deva që të përgatis njoki, se janë të vjetra dhe dalin njokit shumë të mirë. Po si përfundim, përfunduan tavë sot, sepse nga që kam punë shumë, edhe tash fus tavën në furrë edhe mblet mendjen me punë të tjera. Do thoni jo edhe ti diele punon Eli, punojmë edhe ti diele që do bëjmë gjatë javës, do punojmë vend ca punë, se mos salca njerë kërkon punë. Kam egzageru, kam marrë edhe 3 arka, një po për qatë që punë që nuk leva ka pakët. Me gjitha të do t'ja dalte. Avash avash, me pak durim. Thaj mirë. Këtu po të gjojnë kalamajt e komshis këtu, po lozin. Kështu, të lejmë një qik të thajnë. Edhe vazhdojmë në patate. Hedhim patatet në tepsi. Kështu. Do t'i kriposim. Pak piper. Krip. Ju si e preferoni tavën me qep, unë do t'i hedh edhe pak qep edhe hudhra. Marrim pak vaj ulliri. Kështu. Pastrojmë një kokër qep. Unë mora qep tropea, jep edhe pak bukuri, po kjo më duket se na që ka kalbur. Do marrë një tjetër, ja hoqëm të pjesën. Nga jashtë, kështu. Një qik nga jashtë, ja kështu ta bëjmë si plakat tona, si nëna tona. Këto, ja, kështu. Ja 2 selfin hudhër. Sot po do më thëmë, po bëj këtë recet kështu me shpejtësi, thjesht,
po besoj se do dali e shishme. Se, si që thash, recetat e thjeshta janë nga më të mirat. Edhe mbledhi mendjen. Vazhdoj me salcën, se do bëj salcën. Tani nuk e dia do të regjistroj salcën për YouTube, apo do bëj një video të shpejt për TikTok, Instagram, t'i bie shkurt. Shikojmë tani se çfarë do bëj. Shplajmë qepën. Kështu. Mund t'i nëse dëshironi, mund t'i një qep më shumë. Nuk është problem. Fshi duart. E presim kështu qepën në rondele. Nëse keni në një recet, na shkruani, na jepni në një mendim. Tu jemi të mësojmë nga njëri tjetri. Unë i pranoj edhe këshillat e mikeshave, të miqve, se jo, asnjë nuk ka lindur i ditur, më falni. Ja, kështu. Grim edhe urdhrat. Ndërkohë unë do ndesa dhe furrën me 250 gradë që të nxefet, edhe pastaj do t'ja ulim temperaturën me 220 gradë, me 200 gradë. Shikojmë. Kysh e tek. Okej. Tani çfarë do bëjmë? Shplajmë çik duart dhe do i trazojmë. Përzijmë mirë. Unë domate nuk do t'i hec, mund t'i hecni edhe domate, nuk dua që t'i heqja të shijen e peshkut, thjesht kështu ja. Patate, peshk, qepë, pa kudër. Përzije mirë. Tani merrim një çik me peshkun. Atëherë, po peshkut do t'i hedhim një çik, siç e kemi këtu picet. Ja, t'i presim, do t'i kriposim. I bëjmë në një çik prerje kështu. Kur ishim me pushime këtë vit në Shqipëri, vetëm peshk kemi ngrënë, vetëm një ditë ëngrëmish. Po do t'i që na mori malli një, më thanë familjar, na bëj një tavë ashtu si çdo ditë ti, se ka lezet edhe gatimi në shtëpi, nuk ka si gatimet e shtëpisë, ha ku të duash, shko ku të duash, por nuk ka. Kështu që ja kështu. Shpejt. Marrim me 4 peta limonit, ja vëmë peshku të mes. Këto limonat janë organik. Pusim kështu ja. Vendosim në tavë.
tava gati për ta fut në pjekje, edhe pak piper sipër peshkut, pak vaj ulliri, e mbulojmë pak me letër furre, kështu, dhe letër alumin. Direkt në furrë të paranxhur, e kam ndezur me 250 gradë, doja ul 230 gradë dhe do fut kështu për 1 orë të mbyllur. Mbas 1 ore do e heqim letrën dhe do e lejmë me 190 gradë derisa të marrë ngjyrën e artë. Të shikojmë, shohim e bojmë me sy. Ndërkohë jemi që jemi, lajmë edhe pak sallatë. Sallatën e kam bler tek fermerët. Na duhet i çik sallat, domate kemi. Marrim çik letër se kështu sallata në qese prishet. Nëse keni parë që unë gjithmonë sallatat perimet i pus në për letra, ose edhe me picet, dhe pastaj i pus në frigorifer. Në këtë mënyrë nuk na prishen. Ja kështu. Pusim në qese dhe kështu rron më shumë dhe rrje freskët. Se po ta lësh direkt me qese në kontakt me ujë, ajo fillon edhe myket, laget. Sallata myket, prishet. Ja kështu. Ne pusim në frigorifer. Dhe lajmë një qik kastraveca, kemi ja dy speca, kastraveca. Këto domatet i kam bleq që javën që kaloi. Kanë një qik shumë, po këto të t'ua heq nuk i hedh. Shikoj domatet që kam bleq që javën tjetër. T'i laj mirë, kanë ai defekte kështu, po janë shumë të mira. Këto janë të mira, i kam bleq tek fermerët, nuk kanë pesticidi. Që edhe këto i kam mbledhur me letër. Ja kështu. Si edhe domatet jeshile si piqen. Këto t'i le këtu ku janë frutat. Në njërë nuk kemi kohë, na prishin edhe perimet, po zakonisht unë i kontrolloj. Ja kështu heq letrat, shikoni si kam letrat. Se kjo e frigoriferit. Vendosim. Taj mirë, vejmë qik sodë. Edhe një kokor qip. Edhe këra e limonit është shumë e mirë. Ja heqe ujnë edhe mund t'a lejme, na duhet edhe për të nxere. Nëse ka për të nxeret e peshkut, të psihet. Po i bëj këtë punë se do lajmë sallatën. Lajmë lavamante mirë. Më vjera peshk. Heqim këtë edhe në ke koshi. Ja kështu. Mirë që të hedhim sallatën.
këto punët e padukshme pra paskenat. Që kushte kemi, njërë kohë shkonim në pus, ose ke qizma Velikos. Unë që jam rritur në fshat, kishim qesmën e Velikos. E banim radhë, shkonim lanim robat, edhe shikonim kush i kishe larë. Kemi pas në shqiptarët, kush i kishe bërë më të bardha robat. Sa budalla që kemi qenë. Të shikonim kush i kishe më të bardha. E kemi pas, por ama një do e kishim. E donim njeri tjetri në fshat. E respektonim, por që sa për këtë nuk kam qa them. Pastojnë që tjetën këtë. Edhe që du carbonato, të buke. Dhe thoni ju dhe pak, nuk kemi merak. Edhe që kam bre tjetër merë. Kanë pestici. Ja kështu. Lejemi që këtu. Të marim atë që thanë salatën. Ka një unë këtu, po bëj që këma abet me juve, dhe sa të që peshku. Të marim atë të salatës, të thajmë salatën. Salatën e la. Dhe që të thajmë pak. Gjerim nga fura, dhe shikoj njërë se si është të vëllëmë njëra, bërë në qikë patatit. Një do t'ja heqim vetëm dhe do i lejmë që të piqe një qikë. Kontrollojmë një zbutur patatet. Patatet janë zbutur. Tani do ta lëmë edhe 15 minuta kështu pa letër në furrë me 200 gradë. Shikoni tani. Derisa të marrë të ngjyrën e artë. Ja kështu. Ndërkohë vazhdojmë me sallatën. Sot është një kohë bukur duke neve, nuk e di nga ju, po sot që ka xham kafe. Sot ishe për të shkuar në malë, por do bëj salcën. Edhe pas shorti im është në punë, sot në darë, kështu që jam e detyruar që të vinë shorti. Kastravecat është të mirë këtu.
patatet që kam marrë tek fermerët edhe janë qik të prishura disa vende, por unë I preferoj këto, më mirë këto, se sa ato që janë më dhaja dhe duken perfekte. Këto duken ato që nuk I kanë hedhur pesticide. Kështu që I preferoj. Kjo si ka prishur. Kjo ja një pjesë këtu, përse e mi që është pasi gjë nuk ka. Pak vaj, ulliri, makëri. Kemi dhe salatën gati dhe salata ka lezetin e vetë. Ja dhe tava dashumiq, përfundoj. Ka dalë shumë e mirë, duket me sy, ta provoj një se si ka dalë, shija. Limon dhe një piru, ta provoj. Dogja. Patatet e buta. Ndale shkëlqyer. Shpresoj që të pëlqejë dhe juve. Tani do provojmë edhe një çik peshkun. Provojmë edhe peshkun. Kam thekur fare, no. Duket dhe me sy.
ta hash kur them una. Ta hash me sy. I përsosur. Provojeni dhe pastaj njët një notën. Ja, pra, ju përshëndes. Ne tani po hajmë drekën. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit ju që më ndiqni, që më mbështesni. Mua më gjeni si në YouTube, në TikTok, Instagram. Receta ka dalë e përsosur. Thjesht shishëm. Edhe pjekja ka sekretet e veta, Për të pjekur, si që pat, unë e poqa në furr, e mbulova me letër furre, me letër alumini dhe futa në furr të paranxehur me 250 gradë, ja ula temperaturën 230 gradë dhe vazhdova pjekjen për 1 orë. Pas 1 orë i hoqëm letrën e furrës dhe alumin dhe e lam 15 minuta me 200 gradë dhe si që pat ky është rezultati. Patatet kanë dalë ashtu si që duhen, pjekja fiks edhe peshku as i thatë, më thënë tamam pjekja e dur. Provojeni dhe nuk do zhgënjeni. E shkëlqyer. Kjo është receta për sot. Faleminderit ju që më ndiqni, si në YouTube, TikTok, Instagram dhe Facebook. Shpresoj që t'ju pëlqejnë recetat e mia dhe shqipemi së shpejti. Mirupafshim.